Ato amandamente ku deputetët kanë propozuar, kam shpreh pakënaqësitë e mia. Kemi mësuar shumë nga kjo përvojë në kuptimin se Çu sheh këtë raport real apo egzagerim? është më shumë se sa thuash, po se jo real ose jo real, sepse duhet të lexuar me kujdes. Jemi ngarë me vetveten, pra çdo vit duhet lexohet në krahasim me ku kemi qenë një vit më herët dhe ku duhet të jemi një vit pas, e sidomos në disa prej gjërave që janë shumë konkrete, sikurse që është korniza ligjore për të cilën thuhet se duhet të ndërtohet në frymën e direktivave evropiane, në konsultime shoqërisë civile. A ke marrë pjesë ti në ligjin që u kthy prej kushtetutës, KPM, ligjin për KPM? Po, si KPM, natyrisht kemi qenë të përfshirë në këtë duke çuar rekomandime dhe amandamentime, për duke qenë edhe i ftuar edhe në Kuvendin e Kosovës për 4 herë, ku në ato amandamente ku deputetët kanë propozuar, kam shpreh pakënaqësitë e mia dhe e kështu me radhë. Ka qenë të gjitha publike dhe transparente. Por ky ligj duhet të them që mbasi është kthyer nga gjykata kushtetuese, nuk është që ka shkuar një punë dam në kuptimin që e kemi parë se ky ligj është tepër më rëndësi. E kemi parë se ky ligj është i nevojshëm sepse jemi mbrapa me direktivën evropiane dhe duhet ta bëjmë. Po ashtu e kemi parë se duhet më shumë konsultim, sidomos me aktorët e cilët preken direkt nga ky ligj. Dhe çfarë thotë, qoftë ky raport, qoftë e gjetjet e gjykatës kushtetuese është ky. Duhet të kemi një ligj për KPM që i targeton, i prek 2 gjëra kryesore. 1, funksionalizimi i vetë institucionit të pavarur që rregullon mediat, dhe 2, obligimet dhe përgjegjësitë e mediave apo shërbimeve mediale audiovizuale, e cilat duhet të jetë në direktivë në harmoni me direktivën evropiane. Kemi 2 punë para vetës, 2 kapitull ndap, ndoshta partitë politike mund ta mendojnë edhe si 2 ligje të ndara, por gjithsesi kemi mësuar shumë nga kjo përvojë në kuptimin se ky ligj prej 2020 ose 2021 është munduar të bëhet dhe pastaj ka kaluar nëpër shumë duar dhe kësaj përfundoi në gjykatën kushtetuese.